exercise control over all of Kosovo, and the criminal steps they took to eliminate opponents and achieve their goal. A conviction and sentence are not sought against the General Staff, nor against the KLA. Equally, no conviction is sought and no sentence can be imposed on the sole basis of being a member of the General Staff or of the KLA. Rather, the SPO has requested convictions on all 10 counts and the imposition of a single sentence of 45 years based on the individual contributions to the crimes which are charged in the indictment, made by each of Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Salimi, and Jakub Krasniqi. These crimes are war crimes and crimes against humanity and are grave in nature. And the gravity of the charges has not diminished with the passage of time. Highlighted references were corroborated by witness 3873 at transcript T22578 through 79. Biographer of the KLA noted after consulting extensively with Mr. Thaçi and other leaders. Good morning, everyone. Vërejtjet që i kanë pasur edhe ato akuzat të hedhin poshtë. Ne kemi qenë organizatë kriminale. Se e ka thënë një biografi UÇK-s, pasi u konsultua gjatë ligjeve zotin Thaçi, te 761.4, ishte dikush që gëzonte shumë respekt. Prandaj, gjithë procesi është furnizuar me materiale nga prokuria e Serbisë, ju e dini, është furnizuar me dëshmitarë jo kredibil, të cilët nuk kanë qenë fare ndoshta as në luftë, as se kanë pa luftën, as nuk kanë qenë pjesëmarrës në luftë që me dëshmua, apo me qenë dëshmitar okular të asaj që ka ndodhur. Prandaj për neve këto janë tepër pa pranueshme dhe kjo gjykatë mendojmë se për themelimit të saj ka qenë e njanshme, vazhdon të jetë e njanshme, edhe mendojmë që ka qenë politike edhe është duke vazhdu me bë aktivitetin e saj politik, sepse për ndryshe nuk kishte pas fare mundësi as më ngrit këta akuza me këto provat pa baza. Për të fituar dhe për të ushtruar kontroll në të gjithë Kosovën, kjo vendosmëri për kompetencë pesave kanë përzgjedhur që të bashkëpunojnë me zyrën time dhe të japin dëshmi përkar kësaj gjykate së të qeverisë së përkohshme të Kosovës. Shpesh u përfshiheshin persona të lidhur me këtë si edhe disa ndërkombëtarë të cilët kanë qenë të pranishëm në Kosovë në 98 dhe 99. Prandaj këto dyshime që ne i kemi sot, edhe gjatë krejt kohës, gjatë krejt procesit, na lënë me dyshu që mund të ketë ndonjë vendim politik, mas praktikoj i kontribuon drejtësisë, sepse po të ka drejtësi, mirë fill bashkëluftarët tonë do të kthehen pa fshehtë në shtëpitë e tyre. Spetohen për publikun në përjashtim rasteve kur do të themi ndryshe. Rol i gjykatës që për aq sa është e mundur të mbledh prova empirike